Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s garanton sovranitetin e vendeve anëtare. Gjatë një vizite zyrtare në Shkup, Mark Rutte deklaroi se Alianca është e përkushtuar për të mbrojtur çdo centimetër të territorit aleat nga do që të vijë sfida. Në konferencën e përbashkët me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, Rutte falenderoi Maqedoninë e Veriut për mbështetjen që jep në kuadër të misionit të KFOR-it, ndërsa theksoi se NATO po sigurohet që ky mision të mbetet i fuqishëm. North Macedonia has long supported our KFOR peacekeeping mission in Kosovo, and for that I thank you. KFOR continues to play a fundamental role in support of lasting security for the benefit of all people living in Kosovo. We will continue to ensure that KFOR remains robust and fit for purpose. NATO is committed to defending every inch of Allied territory, wherever the challenge may come from. Maqedonia e Veriut e ka mbështetur prej kohësh misionin ton paqëruetës të KFOR-it në Kosovë dhe për këtë ju falenderoj. KFOR vazhdon të luajë një rol themelor në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme për të mirën e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të sigurohemi që KFOR-i të mbetet i fuqishëm dhe i aftë për qëllimin e tij, deklaroi Mark Rutte. Merri sekretari i përgjithshëm i NATO-s lavdroi veprimet ushtarake të SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit, por ka përjashtuar mundësinë e bashkimit të aleancës në konfliktin rajonal. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut paralajmëroi se ndërtimi i segmentit të autostradës Trebenish-Qaftan do të ishte problematik për UNESCO-n. Sipas Aleksandr Nikolovskit, një delegacion prej 4 ministrash dhe 2 kryetar komunash vizitoi selinë e UNESCO-s në Paris dhe pas 2 ditë bisedimesh me vendimarrësit, vlerëson se ky është një projekt vërtet problematik për ta. Jo vetëm që qyteti i Ohrit është i mbrojtur, por i gjithë liçeni i Ohrit në të dy anët e liçenit, si maqedonase ashtu edhe shqiptare, nuk do të rrezikoja statusin për hir të ndonjë projekti, tha Nikolovski. Pranoi se po shqyrtohen zgjidhje alternative si segmenti Modric-Struk-Qaftan. Kryetari i Aleancës për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, në intervistë televizive u kërkoi falje qytetarëve shqiptar për premtimin e dhënë në vitin 2024 për ndryshim. Ai tha se nëse situata aktuale pas 20 muajve qeverisje nga vleni konsiderohet si ndryshim i premtuar, atëherë ndjen përgjegjësi dhe kërkon falje për zhgënjimin e shkaktuar. Nuk ishte ndryshim, por thjesht një zhgënjim i madh, domethënë një diskreditim, një degradim i komplet statusit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, deklaroi Arben Taravari. Paga minimale në Maqedoninë e Veriut është rritur në 440 euro. Vendimi për rritjen e pagës në masën 6% është marrë nga Këshilli i Ministrave pas takimeve të mbajtura në Këshillin Ekonomik me grupet e interesit. Me këtë harmonizim, paga minimale e cila në vitin 2025 arriti në 36.037 denar në shumën bruto, për vitin 2026 do të jetë 38.507 denar bruto. Përkatësisht 26.046 denar neto. Kjo paraqet rritje prej 2.470 denar në shumën bruto, përkatësisht 1.667 denar në vlerë neto krahasuar me vitin 2025. Ishte Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi. Rritja e pagës minimale do të nisë nga muaji prill. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Histra Miskovski, njoftoi se duke filluar nga muaji i ardhshëm do të fillojë të realizohet pagesa sipas nivelit të pagës minimale. Me vendimin e qeverisë nuk është pajtuar lidhja e sindikatave. Ajo paralajmëroi vazhdimin e protestave deri në rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe pagave të tjera nga 100 euro më shumë. Kritike për nivelin e rritjes së pagave është edhe opozita maqedonase. Ish zëvendës kryeministri dhe deputeti aktual i LSDM-s Fatmir Bytyçi, përmes një postimi në rrjetet sociale, kritikoi qeverinë lidhur me rritjen e paralajmëruar të pagës minimale, duke vlerësuar se bëhet fjalë për një detyrim ligjor e jo për një politikë të mirëfillt sociale. Sipas Bytyçit, rritja e pagës minimale me rreth 27 euro duke e çuar në një pagë neto në 434 euro është një mekanizëm që ekziston në sistem dhe zbatohet sepse është i detyrueshëm me ligj e jo rezultati i vullnetit politik. Ai thekson se paralelisht me harmonizimin e pagës minimale, qeveria ka promovuar edhe shportën e saj të konsumit, e cila sipas tij është rreth 13% më e ulët se ajo sindikale. Bytyçi vlerëson se në këto kushte një familje nevojiten së paku rreth 2.25 paga minimale për të mbuluar shpenzimet bazë. Rajoni. Partitë politike në Kosovë vjojnë përpjekjet për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Lëvizja vetëvendosje vjon të jetë në kërkim të 80 votave për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës Kosovës. Kryetari i grupit parlamentar deklaroi se nënshkrimet për kandidatin për president do të mblidhen në momentin kur shumica të jetë e gatshme të procedojë me votimin.
Është vërtet që teknikisht lëvizja vetëvendosje mund të ketë nënshkrimet për 2 kandidat, ndërkohë që deputetët e kuvendit teknikisht mund të kenë nënshkrimet për 4 kandidat, dhe ne jemi të interesuar që nënshkrimet tona të jenë në funksion të zgjedhjes së kandidates e cila do të votohet edhe do të merr votat, gjithsesi do të siguroj pjesëmarrjen e më shumë se 80 deputetëve në kuvend. Sipas Arbrije Nagavsit, takimet e kryeministit Albin Kurti me partitë opozitare janë intensive për fshirje dhe diskutimet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku me qëllim shmangjen e zgjedhjeve të parakohshme. Të bëjmë gjithë çka është në kompetencat tona që të shmangim edhe një palë zgjedhje, edhe që puna e institucioneve të vazhdojë me kompetenca të plota, sepse tashmë është më shumë se një vit i humbur, gjithsesi një vit me plot sfida me ministritë dhe institucione tjera të cilat kanë qenë në detyrë e jo me kompetenca të plota. Nagavsi u shpreh se Kurti, në cilësinë e kryeministrit dhe kryetarit të partisë, po bën përpjekje që brenda afatit kushtetues të zgjidhet presidenti apo presidentja dhe të shmanget një proces i ri zgjedhor. Pas takimeve mes përfaqësuesve të partive parlamentare, kryeministri i Kosovës pranoi se aktualisht nuk ka marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Albin Kurti deklaroi se bisedimet do të vazhdojnë për të arritur një zgjidhje. Si lëvizje vetëvendosje, ne kemi mundësi që ta nxjerrim një kandidat sepse i bëjmë 30 nënshkrime. Nevojitën 30 nënshkrime të deputetëve për të pasur kandidaturë. Bashk edhe me pakicat që i kemi në mazhorancë, mund t'i nxjerrim edhe 2 kandidat. Për shkak se me 6 veta mund t'i bësh 60 nënshkrime. Reagimi i kryeministrit erdhi pas dështimit të takimit të dytë me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Kurti bëri të ditur se për momentin nuk ka figurë konsensuale dhe as marrëveshje politike, duke cilësuar situatën më të ndërlikuar pas qëndrimit të Partisë Demokratike të Kosovës, sipas së cilës kandidati duhet të jetë partijak. Marrëveshje politike po ashtu nuk kemi, sidomos prej se nga PDK-ja u tha që propozimi duhet të jetë partijak. E kjo e bën më të ndërlikuar çështjen. Pra, nuk po flasim me emra të përveçëm, por ngelet edhe nesër e pas nesër të shohim se çfarë mund bëjmë ndoj hap përpara, sepse po e ritheksoj, kjo çështje e hapur i ka mundësitë reale, aktuale aty. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku pas takimit me Albin Kurti deklaroi se në asnjë nga takimet me kryeministrin emri presidentes në detyrë nuk ka qenë në tryezën e bisedimeve. Abdigjiku deklaroi se në këtë kushte kjo forcë politike nuk ka qëndrime refuzuese ndaj asnjë prej kandidatëve të mundshëm për kreun e shtetit. Sipas gjitha gjasave vështirë, por nëse ka zhvillime të reja, do ta kemi takimin e radhës për cilën do të njoftoheni ju të gjithë bashkërisht. Nuk është kërkuar për asnjë moment deri më tani që të ndodhë një gjë e tillë. Asnjë takim deri më tani nuk ka pas një kërkesë të tillë, prandaj s'mund të flas. Jo, ne kemi komunikime të rregullta institucionale dhe flasim për çështje me interes të përbashkët, pra edhe njerëz kemi pas refuzim asnjëherë, por nuk është prezant një emër i tillë. Kaq. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, është treguar kritik me kryeministrin Kurti për mënyrën se si po përpiqet të gjejë një zgjidhje për presidentin e Republikës. Takimet duken më shumë për konsum publik. Fjalët për konstruktivitet janë vetëm fasadë, sepse këtu veç konstruktivitet nuk ka. Ka vetëm situata hipotetike që prodhojnë krizë pas krize. Papërgjegjësia nuk ka kufi, shkruan Besnik Tahiri. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Elbulen Axhiu mohon se emri i saj të jetë i raditur në kandidatët për presidente. Pas interesimit të gazetarëve, Axhiu deklaroi se përgjegjësia e saj është për mbarvajtjen e punëve në Kuvendin e Kosovës. Jam kryetare e Kuvendit, falenderoj deputetët për mbështetjen, as nuk është përmendur, as nuk do të përmendet. Faleminderit shumë. Tirana zyrtare vijon përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit politik me Prishtinën. Kryetari i Kuvendit i Shqipërisë Niko Peleshi, pas takimit me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Elbulen Axhiu, theksoi nevojën për më shumë shkëmbime mes komisioneve parlamentare, grupeve të deputetëve, administratave të dy kuvendeve, si dhe për përafrimin e legjislacionit në funksion të integrimit evropian. Peleshi përshëndeti edhe rezolutën në mbështetje të ish drejtuesve të OÇK-s që po gjykohen në Hag, duke theksuar rëndësinë e një procesi të drejtë dhe të paanshëm. Ndërsa në takimin me kryeministrin Albin Kurti, fokusi ishte tek thellimi i bashkëpunimit dy palësh në ekonomi, politik dhe koordinim rajonal. Me presidenten Vjosa Osmani u diskutua për pozicionimin ndërkombëtar të Kosovës dhe përpjekjet për njohje të reja dhe anëtarësim në organizata ndërkombëtare dhe rajonale. Peleshi rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë në këto procese, si dhe për synimin e Kosovës për të marrë statusin e vendit kandidat. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato kërkon dialog politik për reformën zgjedhore. Në tryezën e thirrur nga partitë politike ai e vuri theksin tek fryma e dialogut si thelbësore për realizimin e kësaj reforme. Fryma e dialogut për tema kryesore si reforma zgjedhore është thelbësore. Dhe në fakt mirë kuptimin e përbashkët midis të dy bashkëkryetarëve që reforma duhet përmbush jo vetëm pritshmëritë e qytetarëve, por edhe standardet ndërkombëtare. Gonzato ndal dhe tek një nga çështjet më të ndjeshme të zgjedhjeve, burimin e financimit të partive politike. Për këtë ai kërkoi transparencë dhe monitorim. Kur burimet e financimit janë pa qarta apo mbi këqyrja është e dobët, atëherë besimi tek këto institucione demokratike është pashmangshmërisht i minuar. Kështu që financimi është vërtet parakusht për procesin anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë shpreu shqetësim dhe për përdorimin e administratës publike gjatë zgjedhjeve. Raporti i Odirit foli për parti në pushtet që përfiton nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative duke krijuar një avantazh të padrejtë atyre që janë në detyrë. Dhe kjo është një pikë kyçe që ka nevojë që të trajtohet. Transparenca, barazia, mbikëqyrja dhe sanksionet janë çështjet kryesore që kërkojnë zgjidhjen e reformës zgjedhore. Apeli vjen nga ambasadori i OSBE-s në Tiranë gjatë ryezës për reformën të thirrur nga partitë politike. Michel Taran paralajmëroi se vendi ndodhet në një moment të rëndësishëm në rrugën e drejt integrimit, ndërsa ofroi mbështetje me ekspert për adresimin e problematikave të përfshira në raportin e fundit për zgjedhjet dhe përgatitjen e ndryshimeve në betejën për zgjedhjet vendore të vitit 2027. Më lejoni të theksoj se një kuadër ligjor i përmirësuar dhe diskutimet e resti duhet të udhëhiqen nga disa parime themelore. 1. Transparenca, deklarimi i plot i të ardhurave dhe shpenzimeve të partive politike në përputhje me kushtetutën. 2. Barazia, zbatimi i barabartë i rregullave për të gjitha partitë politike. 3. Zbatimi institucionet mbikëqyrëse dhe duhet të kenë jo vetëm një mandat të qartë, por edhe burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për të ushtruar siç duhet auditimin dhe kontrollin. 4. Sanksionet, vendosja e sanksioneve proporcionale dhe efektive për të parandaluar përfitimet e paligjshme dhe për të dekurajuar mos respektimin e ligjit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri kërkon përmirësim të kuadrit ligjor për sa i përket financimit të partive politike. Në tryezën e thirrur nga partitë, Ilirian Celibashi u shpreh se problemi është transparenca dhe fakti që partitë nuk publikojnë në mënyrë proaktive, duke pamundsuar aksesin e publikut të dhëna. Analiza praktike së zbatimit të këtij legjislacioni, si dhe vlerësimet e vetë institucioneve tona tregojnë se ky kuadër ka përshllëqe, paqartësi dhe dobësi serioze e për këtë shkak kërkohet ndërhyrje e menjëhershme dhe e gjerë. Ishte Ilirian Celibashi. Rikthehet qarkullimi në aksin Librazh-Porrenjas. Është bërë testimi edhe me mjete laboratorike dhe duke testuar me mjete të rënda. Nuk ka asnjë lloj thedinja apo shfaqje që të net na shqetësoj. Kështu që hapet absolutisht në kohën më të shpejtë mundshme dhe unë ky gjë rastin të falenderoj gjithë personat e angazhuar. Në këtë segment do të lejohet lëvizja e të gjitha mjeteve përfshirë dhe ato për tonazhin e rënd, por duke respektuar ngarkesën 8.2 ton për aks. Trafiku do të jetë i hapur për gjithë mjetet, por unë këtu gjë rastin të bëj një thirrje drejtuesve të mjeteve tonazhit të rënd që të respektojnë peshën e tyre në aks. Kjo është pesha limit 8.2 ton për aks. Kjo sepse në momentin që do të kalohet, pavarësisht se kjo është diçka që kontrollon e verifikon policia e shtetit. Qarkullimi kryhet përmes një devijimi provizor të ndërtuar ngjitur me pozicionin ekzistues të mëparshëm deri në realizimin e plotë të rrugës alternative, tashmë të bërë publike në shtratin e lumit Shkumbin dhe të integruar me trupin e Kurudhës. Segmenti funksionon me sinjalistik kantieri dhe do të qëndrojë pa asfaltuar deri në stabilizimin e shtresave. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kritikojnë qëndrimin e mbajtur nga Britania për luftën ndaj Iranit. Në një intervistë telefonike me gazetën The Sun, presidenti Donald Trump tha se kryeministri britanik nuk ka qenë i dobishëm. Është shumë e trishtueshme të shohësh që marrëdhënia padyshim nuk është ajo që ishte, komentoi kreu i Shtëpisë së Bardhë, ndërsa falenderoi Francën dhe shtetet e tjera për qëndrimin e mbajtur. Të hënën Starmer i tha parlamentit britanik se qeveria nuk beson në ndryshimin e regjimit nga qielli. Fillimisht Mbretëria e Bashkuar nuk lejoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përdorte bazat britanike për sulmuar Iranin, por më pas pranoi përdorimin e tyre për sulme mbrojtëse nga Irani.
Irani kërcënon Europën. Ministri i Jashtëm Abbas Arkagi paralajmëroi se çdo aksion ushtarak europian do të konsiderohet si akt lufte. Zëdhënësi diplomacisë iraniane, Esmail Bagai, tha se nëse vendet europiane ndërhyjnë për të rrëzuar raketat iraniane në bazat e tyre në Gjirin Persik, kjo do të konsiderohet si akt lufte dhe bashkëpunim me agresorët. Sipas tij, Gjermania, Franca dhe Britania po ndikin qasje kontradiktore ndaj konfliktit aktual. Sulmet në gjithë lindjen e mesme kanë vazhduar që prej 28 shkurtit, me goditje që nuk kanë kursyer Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin dhe Arabinë Saudite, ndërsa një dron iranian sulmoi gjithashtu një bazë britanike të Raifit në Qipro dhe 2 të tjerë u interceptuan më vonë. Krahas asaj, Irani goditi dhe bazat amerikane në Riyadh me 2 dronë. Konflikti Shqipëri-Izrael në Indi pasoi me një krizë të thellë energjetike. Shkaku B, ndërprerja e furnizimeve me gaz natyror të lëngshëm nga Gjiri. Kompanitë indiane kanë reduktuar furnizimet për industritë vendase, ndërsa importuesi kryesor i gazit, Petronet LNG, ka njoftuar për një ulje të dërgesave. Shkurtimet variojnë nga 10 deri në 30%, duke detyruar korporatat si Indian Oil Corporation të paralajmërojnë klientët për ndërprerje të furnizimit. India, si blerësi 4 më i madh në botë i gazit e lëngshëm LNG, mbështetet kryesisht tek lindja e mesme. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e furnizimeve nga Katari, i cili përfaqëson 20% të tregut global të LNG-s, mund të zgjasë krizën energjetike. Ministria për Punët e Jashtme e Shqipërisë paralajmëron se situata e sigurisë në lindjen e mesme mbetet e paqëndrueshme dhe e paparashikueshme. Ministria këshillon shtetasit shqiptar të shmangin çdo udhëtim drejt vendeve të rajonit deri në njoftim të dytë. Ndërkohë këshillohet të tregojnë vigjilencë maksimale dhe të shqyrtojnë me përparësi mundësinë e largimit përmes linjave verore, për aq kohë sa ato të vijojnë të jenë funksionale. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.